Avokat, po fjalimin që pati zoti Rama lidhur me ish-komandantë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishte një fjalim që e kishte të sinqertë si fjalim, apo ishte një lloj fjalimi për të rreshur vëmendjen e takimit, le të themi? Hipokrizia e atij njeriu është e njohur botërisht. Ai ishte hipokrit. Por nga ana tjetër është dhe mbështetës i Hashim Thaçit dhe i atyre të antarëve dhe krerëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Sepse Hashim Thaçi tani dalin gjërat atë fare qartë. Hashim Thaçi dhe partia e tij kanë bërë krimet e qytetarëve shqiptar në Kosovë. Nuk i akuzon njeri për luftën që kanë bërë kundër serbëve, se serbëve çfarë do që kanë bërë, pak u kanë bërë. Por jo më larg se dje, më vjen një video në të cilin Hashim Thaçi thotë, unë asnjëherë s'kam qenë pjesë, s'kam marrë pjesë në luftë. S'kam marrë pjesë në luftë. Pra ata u akuzojnë si urdhërdhënës për vrasje të ndryshme, me qaftë të tyre, atë din kosovarë dhe qytetarë kosovarë që ankohen dhe denoncojnë këto veprime të tyre, edhe të tij, ata e din, nuk marr përgjegjësi për atë punë, por di këtë të them që nga Kosova ka një reakcion të jashtëzakonshëm lidhur me këta persona. Pse? U thirr në Hag dhe u lirua 2 herë u Burgos, 2 herë u lirua Ramush Haradinaj. U thirr dhe u lirua ai Fatmir Limaj. Por këta Hashim Thaçet me shokët e tij kush i merr në mbrojtje apo jo? Komunistë shqiptarë dhe spionët e tyre. Brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ata i marrin në mbrojtje këta, se këta kanë gjunat të mëdha për të paguar. Isha në Kosovën te ai emisioni Koishia Show. Dhe atje i mësova shumë gjëra. Dhe pas dhe komentet e qytetarëve të Kosovës çfarë shkruajnë në lidhje me atë emision. Se në fillim u vërsulën kundër meje, që kjo i thua ti, pak e kanë 24-25 vjet. Tani kanë thirrur mendjes dhe më thonë, po si pas ke pasur drejt zotëri. Dhe dalin ata që duhet të dilin. Sepse unë e kam pyetur qeverinë shqiptare, kush e vrau ish ministrin e mbrojtjes ushtrisë Kosovës? Kush e vrau? Ahmet Krasniqin. U vran Tiranë. Dhe më vuri me shpatulla për muri në kuptimin filozofik ai bashkëbiseduesi ose kundërshtari politik që kisha në studio, dhe në debat, se jo kundërshtar. Kur më tha, na e vrat ju, tha Ahmet Krasniqi, tha e vrat ju në Tiranë, tha gjejni ju kush e ka vrarë. Ai u vran mes Tiranës. Shteti funksionon, në luftë si jemi, në paqe është vrarë, në ditën për diella, natën për nuk e di kur e kanë vrarë, po e vranë në derë të shtëpisë, që i PDK-s, që i LDK-s ai zotëri, nuk që i Partisë së Thaçit. Dhe e vrarë dhe rreth 120 veta të LDK-s nga shokët e Thaçit. Pra, Edi Rama s'bën gjë tjetër veç se mbron kriminalët që kanë bërë krime lufte të qytetarët e thjeshtë Kosovës. Nuk u thot njeri për serbët. Serbët mirua kanë bërë. Serbët janë pushtues dhe dominon atë që takonte. Ama për të pastruar rrugën e tyre për në pushtet, aty ndalim zotëri. Bën më fiks, presje për presje, pik për pik, ato që bën komunistët e në verin në 45-ën, 44-ën edhe 43-ën, 44-ën, me që shkelën, tratuan marrëveshjen e Mukjes dhe morën pushtetin duke eliminuar kundërshtarët politik sipas mbledhjes e dakordësisë që bën në konferencën e Mukjes. Po kjo gjë që bërë dhe në Kosovë. Avokat, besoni që këto krime që ju i thoni që janë bërë nga partia e Thaçit? Jo, nuk i them unë, i thonë Kosovë. Ndiqni mjetet ato mediat e Kosovës dhe shikoni atje. Që janë bërë në mes Tiranës, a besoni që mund të zbardhin si vrasje? Por e vrasje që dihen. Është e zbardhur ajo, tjetër punë që nuk dënohen vrasësit sepse janë në pushtet. Dihet. S'ka gjë të re. Pa i momenti kur Rama takoi Donald Trumpin? Se pata të momentin që shkoi nga mbrapa?
Ku e takoj? Ku ishin? Pas përfundimit bordit paqes, A ishin në rrjedh 20-30 veta, sa ishin ata? lëra të pas përfundimit bordit paqes, ai shkoi e takoi bashkë me Vjosa Osman, që i tha disa fjalë. Po, dhe ati Edi Ramës nuk ka vari fare, Vjosa Osmanit e pritje, përqafoj, e uroj dhe i tha, po që se do kesh një problem nga Serbia, do marrë direkt telefonit, tha. Me këtë bërinoj bised? Jo. Tove, këtë thojë në shqiptarve, si që atë mund tani. Ose talta për gënjështroj. Gjëra do t'i themi me emrin që kanë, se jemi para opinionit publik. Dhe qytetarët kanë besim tek ne që na ndjekin. Dhe si që ke vënë re dhe unë kam vënë re, ke shumë lajke na populli, na qytetarët e ndeshëm shqiptar, ke mira shikus që na ndjekin, dhe ne nuk mund t'i zgjinjejmë ata dhe t'u themi gjëra të paqen e t'u bëjmë qefin. Edhe t'i mbajmë me shpresë. Jo, Shqipëria është në buzë të varrit. Gjithmonë gjërat vërteta ju kemi thënë. Thjesht pyetjet e mia janë për të nxjerrë vërtetën gjithmonë. Shumë mirë, po dakord. Pyetjet e tua janë që ti nxjerrësh gësinjat me duart e mia nga zjarri, dakord, jam me ty, unë të kuptoj. Avokat, pyetjet e mia janë, po gjithë gazetarët, që ti të bësh analizën siç e bën gjithmonë. Pra, nuk kam pyetje me nxjerr gështenja, se nxjerrim gështenja, ne lajme bëj. Siç e shef, unë nuk të riqem, nuk trëmbem, nuk i trëmbem askujt, trëmbem vetëm nga Zoti. Të vërtetën do ta them sepse qytetarët shqiptarë na besojnë, na vlerësojnë, na respektojnë dhe unë jam mirënjohës të gjithë teleshikuesve tuaj, pa përjashtim. Edhe atyre që na vlerësojnë dhe atyre që na kritikojnë. Unë nuk jam dakord me ata që shajnë se tregojnë nivel të ulët rrugaqërie, po kritikën e mirëpres me kënaqësi, sepse kritika të bën që ti thërresësh mendjes dhe të shikosh ku je dhe ku duhet shkosh. Zotëri, në Shqipëri po vazhdon akoma një ish bojaxhi në stacionin e trenit në vitet 70 e ca, që t'i mbaj me shpresë shqiptarët, do marrëm pronat atyre hajdutëve, do japëm prona, do të bëjmë atë, do të bëjmë këtë, premton ditë për ditë, dhe përfundimisht tallet dhe përsërit ditë për ditë të njëjta gjëra. Është një person që ka ikur vetë katërt në Malithat në Pogrades, diku atje. I përcjell në shteti shqiptar natyrisht, i dërguar. Pra, bën ai punën e tij në mbështetjet e Edi Ramës dhe të komunistëve të Shqipërisë, sepse për atë është paguar, për atë është shpëtuar, për atë është dërguar në Amerikë, si shumë të tjerë. Ka 4 ditë që një prej qarqeve më kryesore dhe të mëdha të Shqipërisë ndodhet e izoluar, pikërisht bëhet fjalë për Korçën, pasi një urë në afërsi të Librazhdit është shembur dhe nuk kalojnë asnjë mjet të drejt Korçës dhe Anasjelltas. Çfarë do thotë kjo për Shqipërinë? Pyesni Edi Ramën dhe Belinda Balluku. Po pyesni dhe ndërtuesit që kanë bërë segment atje. Kanë bërë çmime, ashtu çmime, kanë kontrolluar tabanin e tokës, kanë vënë pileta që të eliminojë çdo lloj rrëshqitje dheu, kanë bërë mur mbajtës, unë nuk jam inxhinier ndërtimi, po me aq sa shohim, atje janë tallur sepse nuk është kërkuar, nuk është bërë kontrolli i punimeve. Dhe kontroll të punimesh nuk mund të bëhet kur ai nga 100.000 euro që do marrë për një segment rrugë, bie fjala po them një shifër të parafët, atje i japën vetëm 30 apo 20, dhe pjesën tjetër e merr Belinda me Edi Ramën. Atëherë që ndodh me 30 apo me 20% të vlerës apo 30% të vlerës që i japin atij, ç'a do bëj ai? Ç'a do bëj? Cili do që të jetë? Por zgjidhet para kollaj, duke thirrur personin që ka marrë tenderin të merret në etusi dhe t'i kërkohet llogarisë, t'i thuhet zotëri sa lek ke marrë dhe sa ke prishur e kuj ke prishur. Të shtrëngohet mirë ai që të thotë të vërtetën, se do ta thotë të vërtetën, se s'ka nga e bashkë, ai në fundit ai sa t'i japën ai do marrë, dhe ai thotë për kaq sa më dhe unë e kam bërë punën. Pra nuk sa që kam thënë në mënyrë të përsëritur, duhet të hetohet personi që ka marrë tenderin.
të hetohet personi që ka marrë tenderin. Të thotë të vërtetën, sa lekë ka dhënë Belinda Balluku, sa lekë ka dhënë Edi Rama, sa ka marrë Edi Rama aty, sa ka marrë Belinda dhe Belindrit, edhe dele vërteta. Merë shikoni asfaltet në rrugë, shikoni, merë makinë edhe del në rrugë, se do më detyronë në gjithë të marrë një kalibër të marrë thellësinë e asfaltit, trashësinë e asfaltit. Do ta shikoni që nuk kanë asnjë vend shtresë asfalti më shumë se 2 cm, shumë se 2. Në ndonjë rast rrallë mund të jenë 3 cm shtresë asfalti, ajo tapeti, që duhet të jetë 10 e lartë. Zoti Islami, nëse po themi këto rrugë nuk janë bërë siç duhet, pse nuk fillojnë hetime edhe ndaj atyre që i kanë ndërtuar këto rrugë? Po ti më kthesh tani unë këtë të thash deri tani. Duhet filluar thash hetimet ndaj personave që kanë ndërtuar rrugët, të cilët të tregojnë të vërtetën sa leku janë dhënë, sa ka qenë tenderi, sa u janë dhënë këtyre dhe sa janë përdorur në interes ai do marrë fitimin e tij, se ndalon fitimin e tij. Kështu që ka ta ndiset kokosh një tel. Doni të mësoni të vërtetën më pse nuk fillojnë këto hetime? Pse nuk fillojnë këto hetime? Këshillo të bëjnë hetime. A thash se ishte Edi Rama prokuror, gjykatës, polic, deputet, ministër, kryeministër, president. A thash se ishte Edi Rama. Ore, është ai kriminali kryesor i ekonomisë dhe i situatës në Shqipëri. Është ai që i përzë shqiptarët të kinja shtetit. Është ai që mbështetet nga ai Bojaxhiu i ish stacionit trenit të Elbasanit, që del ditë për ditë dhe thot do të zbarri se do të bëj dhe në fund fare i merr të keqen. Është Edi Rama. Ka mbështetje Edi Rama. Nuk është ashtu si mendoni ju. Nga kush ka mbështetje avokat? Se Amerika se mbështet, BE se mbështet, kush që nga ata që jep Këtë si do të ta mbështesin? Dalin bëjnë deklarata? Jo, zotëri. E mbështesin atë ku duhet, si thonë gjë. U bën zgjedhje të mira, thonë, kishin ca probleme, po ishin të pranueshme. Kemi 80 vjet që nuk votojmë në shqiptar, po emërohen deputet. Dhe shikoni listat e mbyllura, marrëveshje tradhtare, të pacip, të pa fytyrë, që bëri i pa fytyri Sali Berisha në 21 prill 2008 me Edi Ramën. Pse bëri marrëveshjet? Pse i bën listat e mbyllura? Pse ndryshuan 9 nene të kushtetutës me një të rënd të lapsit? Ta ke heqin. Këta janë banditur zotëri. Këta ore, dale se po lodhemi kot. Ore, këta thonë pushteti buron nga gryke pushkës dhe do mbrojt me pushk. Pik, sa ai ish kryetari, ish presidenti i Shqipërisë, Ramiz Alia, në 90-ën ka deklaruar, i keni në internet, janë botuar tëra tani në YouTube. Do ta marrim pushtetin me çdo kusht, pik, me armë, me forcë, me të gjitha gjërat. Nuk e dorëzojmë ne pushtetin ton ata. Dhe praktikisht nuk e dorëzojnë. Qa kërkoni drejtësi ju? Janë disa parti të vogla që kanë dalë në skenë dhe Mos i zën gojë, mos i zën, të lutem. Mos i zën gojë. Pse avokat, këtë duhet votojmë ne? Kush do e bëjë ndryshimin, nëse nuk mbështesin partitë e vogla? Shko mbështeta drejt e klapa, një që tha jam tek pull, tha. Ish juristin e Sorosit. Dakor, shko më mbështete partika, ja te kemi bulevard, rridit për ditë. Bërxhen atje, merr parat, paguhet. Shagron Shehaj, është Arlin Qorri. Ka shumë parti të vogla që duhen mbështetur, se ndryshe nuk bëhet ndryshimi i sistemit. Ore, te Agron Shehaj un kam një farë besimi se në fundit i denoncon gjërat si burrat atje në parlament, e them se ç'a dëgjoj. Ta dëgjojnë dhe sekretarët e tij që njerëz ka atje sepse kam kërkuar që të bisedoj një herë me të para ca muajsh dhe nuk e ngriqi telefonin, dele vajza dhe thotë do ta njoftoj unë, thanë sekretarët që kisha atje dhe kur ta njoftoj dhe tani flasim bashkë, po pak rëndësi ka. Unë dëgjoj që denoncime në parlament ai bën perfekte. Arlin Qori, po ashtu denoncimet i bën perfekte. Dhe ta votojnë qytetarët. S'kam një kundërshtim. Këtë po them pra, që t'i mbështesin partitë e vogla në mënyrë që t'i ulet fuqia partitë të mëdha. Jo parti si ky që ishte, po këta mund tezet e hallat e dashnoret e qarë zvonë në listet e deputetëve partitë e vogla. Se mos mi përmend tani se lanë na. Vënë në listat e deputetëve
partit për parlament, emrat e dashnoreve edhe të po lemra tani mos i përzemëndni më këto se janë një turp.